dorëzoj, kur thoj Allahu falu, ki me pas jam më mirë. Kur thoj jep zeqat, ki me pas jam më mirë. Mos nis me filozofue, se ka dalë duhet me punua dhe ata shka s'kan. Pa, që këtan, shka pethutja, se ka ditë Allahja. Qysh duhet me punua dhe shka s'kan. Qysh me punua, normal se dhe ata punojnë, pa Allah i ka dorë riskut. Një njeri e merë me një pull, merë miliona dikush, mitë të punu s'ka. Pra nuk duhet me filozofu adhurimin. Andaj, nëse do në më ka një lundur këtë dunja, i qetë, përgjizju Allahut në farë që ka ti ka lip. Mos lip pse e ka një sepse, po ti nështë se kupton. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala mëson në këtë dit që përgjigja dhe dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Zotit Gjelle Gjelalu është krejt lumturia e besimtarëve këtë dunja. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Hajj e nisija ejuhen nasu taqu rabbakum, o ju njerëz tutjuni Allahu Gjelle Gjelalu. Tutjuni Allahu subhanahu wa ta'ala. Në rrën në ajetet çka tha Allahu Gjelle Gjelalu kur e përmeni haqin dhe këtë trishtim që e nisi surën me ta, çka wali yashhadu manafi'a lahum, le ti marrin dobit e tyre, le ti marrin levordit e tyre. Krejt levordia në fe, këtë dobia në islam, këtë fitimi në islam. Andaj Allahu Gjelle Wala sa herë kur i përmen dështum, çka thot? Ata që ka zbesuan, ata që kanë hinë xhenem, a ka ma këtë se me hinë xhenem? Allah në rrupi xhenemit. Për këtë asyje, dorëzoju Allahu Gjelle Wala, bindju Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe mos ja kontesto urdhrat Zotit tanë subhanahu wa ta'ala.